إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Me të vërtetë falënderimi ka vetëm Allahut të lartësuar, atë e falenderojmë dhe për ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu për këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Të udhëzon Allahu në rrugën e vërtetë ka kush e ka ditë, dhe të largon Allahu nga rruga e vërtetë ka kush e udhëzon. Dëshmoj dhe deklaroj se s'ka të adhuruar tjetër, i cili e meriton të adhurohet përveç Allahut, i cili është një. Gjithashtu dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij. Thotë Allahu i lartësuar në Kur'anin e tij famlar: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju të cilët keni besuar, friksohuni Allahut me një frikë të vërtetë dhe mos isni vetëm se duke qenë musliman. Gjithashtu thotë Allahu i lartësuar: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. O ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar për një vete dhe nga ajo krijoi palën e saj. E prej atyre të dyve u shtuan shumë burra e gra, dhe keni frikë Allahun që me emrin e tij përbetoheni, ruani lidhjet tuaja fare fisnore, se me të vërtetë Allahu është mbi mbikëqyrës. Gjithashtu thotë Allahu i lartësuar: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. O ju të cilët keni besuar, keni frikë Allahun dhe thuani fjalë të drejta. Ju mundson Allahu të bëni vepra të mira. Ju ashtyen mëkatet e juaja. E kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, me të vërtetë që ka fituar një fitore të madhe amma ba'du. Fa inna asdaqa al-hadithi kitabullah wa khayrul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharrul umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Nuk ka dyshim se fjala më e mirë është fjala e Allahut të lartësuar, përsa udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Veprat më të këqija janë ato të shpikurat, andaj çdo shpikje është bidat dhe çdo bidat është humbje dhe çdo humbje të çon zjarr. Të nderuar besimtarë, keni frikë Allahut të lartësuar dhe dijeni se veprat janë arritja e njeriut me të cilat ai del nga kjo botë, me të cilat ai largohet nga kjo botë. Dhe me to, anë të veprave, varet udhëtimi i tij për në botën tjetër. Pra veprat janë ato me të cilat njeriu largohet apo del nga kjo botë, dhe janë po ato vepra që tregojnë për udhëtimin e tij për në botën tjetër, apo për përfundimin e tij në botën tjetër. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam në një hadith të saktë, të cilin transmetojnë atë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, ka thënë: të vdekurin kur vdes, pra të vdekurin e përcjellin atë 3 gjëra. E përcjell atë drejtvarri, familja e tij, pasuria e tij dhe veprat e tij. 2 nga këta 3 gjëra, thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam, 2 prej tyre kthehen dhe mbetet vetëm njëra. Kthehet familja, pasi që atë e varrosin, pra kthehet familja, kthehet dhe pasuria e tij që shkon tek trashëgimtarët
dhe ngelin me të vetëm veprat e tia që ai ka vepruar sa ishte gjallë në këtë botë. Vepra është shoqëruesi i njeriu në varr. Ai do të kënaqet nëse vepra e tij ka qenë e mirë dhe do të lidhërohet apo do të shkohet nëse vepra e tij ka qenë e keqe. Na është treguar në një hadith të saktë se vepra e mirë i vjen njeriu në varrin e tij pasi që ai ka vdekur, i vjen atij në formën e një njeriu me fytyrë të bukur, i veshur me rroba të mira dhe i vjen atij një erë e këndshme. Dhe i thot vepra, i thot njeriu, përgëzohu, i vdekur i thot, kush je ti? Fytyra jote është fytyrë e bukur, dhe ti po vjen nga mirësi. I përgjigjet dhe i thot, unë jam vepra jote. Dërsa vepra e keqe i vjen njeriu në formën e një njeriu, pra i vjen të vdekurit në formën e një njeriu me fytyrë të shëmtuar, i veshur me rroba të këqija dhe që mban erë të keqe. Dhe i thot, vepra i thot njeriu, të përgëzojnë në diçka prej së cilës ty do të vi keq kur ta ndëgjosh atë. Pra do të përgëzojnë me diçka prej së cilës do të vi keq. Kjo është dita e cila të është premtuar. Pasi që njeriu dëgjon këtë, i thotë, kush je ti? Fytyra jote është e keqe. Vjen erë të keqe. I përgjigjet vepra dhe i thotë, unë jam vepra jote e keqe. Ti, i thot vepra vazhdon dhe i thot, ti ishe i ngadalshëm në respektimin e Allahut dhe i shpejt në bërjen apo në kryerjen e mëkateve nga ti. Dhe Allahu të shpërblen në ndëshkim. Vepra e mirë është ajo për së cilës njeriu shpreson prej saj kur është në agonitë e vdekjes. Pra njeriu në momentet që është duke vdekur, shpreson tek vepra e tij e mirë. Allah i ka thënë në Kur'an ti famlar thotë: Hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. E kur ndonjëri prej tyre, prej jo besimtarëve, ti vi atij vdekja, ai thotë: Zoti im më kthe prapa, që të bëj dhe të punoj vepra të mira nga ato vepra që unë kam lënë pa bërë. Pra nga ato vepra që unë kam lënë pa bërë. Kjo është ajo gjë, pra këtë që na tregon Allahu për gjendjen e njerëzve e jo besimtarëve në agonitë e vdekjes. Kjo është ajo gjë të cilën do ta dëshirojnë të gjithë banorët e zjarrit pasi që ata të hyjnë në të. Allahu na tregon thënien e tyre. Në Kur'an e tij famullar të thotë: Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Zoti ynë, na nxjerr prej këtu, pra ku jemi prej xhehenemit, në mënyrë që të bëjmë vepra të mira dhe mos të veprojmë apo mos të bëjmë si ato vepra që ne bënim më përpara. Ne, si besimtar, nëse do ta mendojmë, nëse do ta meditojmë Kur'anin fisnik, do të shohim dhe të dëgjojmë se Allahu i lartësuar në shumë ajete na drejton në veprimin e veprave të mira. Ka raste ku Allahu i lartësuar e lidh shpërblimin me vepra. Ka shpërblimin që jep Allahu, ka raste, ka ajete ku Allahu e lidh shpërblimin e tij me veprën që vepron vepruesi. Allahu i lartësuar në Kur'an e tij famlar thotë: "Fel-yawma la tudlamu nafsun shay'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Në këtë ditë, asnjë shpirti, asnjë njeriu nuk do t'i bëhet asnjë padrejti
dhe nuk do të shpërbleheni për diçka tjetër vetëm për atë që ju vetë keni vepruar. Ndërsa në një rast tjetër, apo në raste të tjera, Allah i lartësuar na tregon se ai, pra Allahu, është mbikëqyr veprat tona dhe thot wallahu bima ta'maluna khabir. Allahu është i mirënjohur për gjithçka që ju veproni. Pra Allahu din çdo gjë që njeriu vepron. Edhe atë që njeriu e vepron me cepin e syrit, pra shikon me cepin e syrit, Allah i lartësuar e din atë. Ndërsa në raste të tjera, Allah i lartësuar na tregon se ka autorizuar për ne me lajke që regjistojnë veprat tona. Allah i lartësuar në Kur'anin e Tij famëlar thot: "Wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Ndërsa ndaj jush janë janë përcjellësit. Pra për ju, ose ndaj jush, janë përcjellësit. Janë shkrues të ndershëm të Allahut të lartësuar. Ata e dinë mirë se çfarë ju veproni. Pra ku kjetë qëllim për me lajke, që i rrin njeriu nga e djatha dhe nga e majta. Ai i cili është në krahun e djathtë i shkruan njeriu çdo vepër të mirë që ai vepron, dhe ai i cili është në krahun e majtë i shkruan njeriu çdo vepër të keqe që njeriu vepron. Janë shkrues të ndershëm thot Allah i lartësuar. Dhe nuk e kundërshton Allah me lartësuar në asgjë. Ky i krahut të djathtë sikur se ka ardhur në transmetime, e shkruan veprën e mirë në momentin që ajo bëhet. Ndërsa ky me leku i krahut të majtë nuk e shkruan një herë është veprën e keqe sapo ajo të veprohet. Pra nuk e shkruan më një herë, por e afatizon njeriu me urdhën e Allahut të lartësuar për një kohë dhe i jep mundësi njeriu që ai të kthehet nga kjo vepër. Pra nuk e shkruan më një herë, e lët në fjalë popullore pauzë. Nuk e shkruan. Dhe i jep kohë njeriu që ai të pendohet nga kjo vepër. E nëse njeriu pendohet nga kjo vepër e keqe, ai nuk e shkruan as pak. Në kundërshtim me melekun i cili është në krahun e djathtë, i cili e shkruan veprën e mirë direkt sapo ajo bëhet apo veprohet. Në raste të tjera Allah i lartësuar na tregon se veprat do të na tregohen, pra do t'i tregohen njerëzve në ditën e Kiametit. Do t'i shohin njerëzit veprat e tyre dhe do t'i lexojnë ato. Pra ka raste në Kur'an ku Allah na tregon këtë gjë dhe na thotë që veprat në ditën e Kiametit do të dalin sheshit. Njeriu do t'i lexojë dhe do t'i shohë veprat e tij që ka vepruar në këtë botë. Thotë Allah i lartësuar në Kur'anin e Tij famlar: "Yawma idhi yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara." Atë ditë njerëzit do të paraqiten të veçuar në grupe dhe do t'u tregohen atyre veprat e tyre. Kushdo që ka bërë një mirësi, edhe sa një grimës të vogël, do ta shohë atë, dhe kushdo që ka bërë një të keqe, sa një grimës e vogël, përsëri do ta shohë atë. Ndërsa në raste të tjera Allah i lartësuar në Kur'anin e famlar na tregon se njeriu punon për veten e tij dhe nuk punon për të tjerë, pra punon vetëm për veten e tij. Thotë Allah i lartësuar në Kur'anin e Tij famlar: "Men amila salihan fali nafsi, wa man asaa fa alayha, wa ma rabbuka bighallamin lil abid." Kushdo që punon vepra të mira dhe bën drejtësi, përfitimi është për veten e tij. Dhe kushdo që punon të keqen, pra ose kushdo që bën mëkate, ajo do të jetë kundër vetes së tij. Dhe Zoti yt
nuk bën as pak, pra ose nuk është as pak I patret ndaj robërve të tij. Vëllezër të nderuar, njeriu nuk ka përpara vetes së tij shans tjetër për të vepruar vepra të mira përveç jetës së tij në këtë botë. Sot në jetën që ne jetojmë, ka vetëm punë dhe nuk ka llogari, ndërsa nesër, pasi që njeriu të vdesë dhe të dalë para Allahut të lartësuar, do të ketë llogari dhe nuk do të ketë mundësi askush për të vepruar, për shkak se jeta e njeriu është e shkurtër. Ai nuk e din fundin e tij, nuk e din se në çfarë kohe apo në çfarë momenti do t'i vijë atij vdekja. E nëse ajo vjen, pra nëse vdekja vjen apo I vjen dikujt, ajo nuk vonohet dhe nuk shtyhet për një moment tjetër, pra që ta apatizojë njeriu. Allah I lartësuar në Kur'an I famlar thotë: "Fa-idha jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun." Dhe kur t'i vi atyre afati, pra kur t'i vi atyre vdekja, ata as nuk mund ta vonojnë atë dhe as nuk mund ta përshpejtojnë atë, qoftë edhe për një çast të vetëm. Pra, njeriu nuk ka mundësi as ta vonojë vdekjen dhe as ta përshpejtojë atë, qoftë edhe për një çast të vetëm. O njeri, këto ditë të cilat po jeton në këtë botë janë një shans për ty, të cilat nuk mund të vlerësohen me ndonjë çmim. Po ta dije vlerën e tyre, do t'i ruaje ato, po ta dije vlerën që ka dita që ti jeton në këtë botë, po ta dije vlerën e saj, do ta ruaje atë për ato gjëra që ty të bëjnë dobi, të cilat gjëra do të sjellin ty lumturi të përhershme. E nëse ti këto ditë I humb në dëfrime dhe në shkujdesje, ato do të sjellin ty dënim të përhershëm nëse Allah I lartësuar nuk të mëshiron. Ata të cilët e ruajtën këtë botë me vepra të mira, të tillë të tudhohet në ditën e Kiametit: "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya." Hani dhe pini në qetësi, nga se në ditët e kaluara ju u përgatitët për këtë ditë. Ndërsa, sa u përket atyre që e kanë humbur kohën e tyre në lojë dhe dëfrim dhe në gjëra të kota, të tillëve në ditën e Kiametit do të thuhet: "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha fal-yawma tujzauna 'adhab al-huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri al-haqq wa bima kuntum tafsukun." Ju I morët gjërat tuaja të mira në jetën e dynjas dhe u kënaqët me to. Ndërsa sot, në këtë ditë, ju do të shpërbleheni me ndëshkim poshtërues, sepse ju ishit mospërfillës në tokë pa të drejtë, dhe sepse ju ngritët krye e nuk u nënshtruat ndaj Allahut të lartësuar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salati wa atammu taslim ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vëllezër të nderuar, pengesat që has njeriu në veprimin e veprave të mira janë të shumta, ndaj të cilave njeriu duhet të mundohet dhe të lodhet ndaj tyre, sepse nefsi I njeriu, pra shpirti I njeriu, anon nga të këqijat. Ai në të gjë, pra në animin nga të këqijat, pavarësisht se shpirti I tij anon nga të këqijat, ai në të pjesë ndihmohet nga shejtani dhe nga ushtria e tij. Ai që kërkon mbrojtje nga Allahu dhe drejtohet për në punë të mira, Allahu e ndihmon atë në mënyrë që të mos përfundin ato pengesat
që do të has ai në jetën e tij, të cilat me lejen e Allahut të lartësuar do të humbasin dhe do të zhduken. Ndërsa ai i cili i nënshtrohet efshit të tij, dëshirave të tij dhe është dembel për të bërë punë të mira, atë e mundin, pra këto pengesa dhe këto vështirësi që ai do të ketë gjatë ditëve të tij, këto e mundin atë dhe i ikën atij një shans i mirë për i duarve të tij, duke i mbaruar atij jeta dhe duke i ardhur atij vdekja. Pra ai i cili është dembel ndaj veprimeve të veprave të mira, i hik atij ky shans për dorë. Në ato pengesa që has gjatë ditëve të tij, ato e mundin atë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam në një hadith të saktë ka thënë: i mençur është ai i cili e ul veten e tij dhe punon për pas vdekjes. Pra i mençur është ai i cili e ul, e ndalon veten e tij dhe punon vepra për pas vdekjes. Dhe i paaft o pejgamberi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dhe i paaft është ai që vetja e tij e pason efshin dhe shpreson shumë tek Allahu i lartësuar. Pra, i mençuri dhe i paaft. Pra i mençuri është ai i cili e ndalon veten e tij dhe punon të vepra për pas vdekjes. Ndërsa i paafti është ai që efshi apo vetja e tij shkojnë pas efshit dhe shpresojnë se Allah i lartësuar do t'i falë. Gjithashtu duhet të dimë se ka mundime dhe pengesa të cilat të mundojnë dhe të pengojnë në veprimin e punëve të mira, ndaj të cilave njeriu duhet të fillojë shumë më herët, pra shumë herët sa ato të vinë, pra këto pengesa dhe këto mundime, para se të vinë njeriu. Njeriu e din që këto do të vinë. Pra është i vetëdijshëm dhe duhet filloj njeriu para sa të vinë të bëjë vepra të mira, përpara sa ato mundime dhe pengesa të arrijnë tek ai. Dhe këto mundime dhe këto pengesa që do të hasin njeriu në jetën e tij janë sëmundja, varfëria, keqëria dhe vdekja. Pra për këto njeriu është i vetëdijshëm që do t'i hasë në rrugën e tij. Kështu që përpiqu para sa të vinë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam në një hadith të saktë ka thënë: shpejtoni në veprimin e veprave të mira, sepse do të shihni sprova, apo sepse do t'u vinë juve sprova si nata e errët. Pa shpejtoni në veprimin e veprave të mira, sepse juve do t'u vinë disa sprova sikurse nata e errët. Zgjohet njeriu në mëngjes besimtar dhe e zën mbrëmja po atë njeri si jo besimtar, ose në mbrëmje thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ose në mbrëmje është besimtar dhe zgjohet në mëngjes si jo besimtar. E shet fenë e tij thot pejgamberi alayhi salatu wasalam për një interes të vogël të kësaj bote. Pra këto janë sprovat për të cilat pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka lajmëruar se ato do të vinë dhe se do t'i shohim. Kështu që keni frikë Allahut i lartësuar, o ju robër të Allahut, dhe shpejtoni në veprimin e veprave të mira para se të vinë apo para se të arrijë tek ju vdekja. Allahu i lartësuar në Kur'anin e famlar thotë: ja ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Ne në hutbe më përpara kemi përmendur një fjalë për selefëve të parë të tanë të mirë të cilët thonin: kur vjen pjesa ose kur ajeti fillon me ja ayyuhalladhina, o ju të cilët keni besuar, kanë thënë selefët, hape veshin mirë dhe ndigjo, sepse ajo është një urdhër. Pra kjo thirrje që Allahu i lartësuar do të drejtohet ty, është një urdhër që ti duhet ta veprosh atë, ose është një pengesë, pra një ndalesë prej së cilës Allahu do të ndalon ty nga veprimi i saj.
Dhe ja ku kemi ajeti kuranor njëri për tyre ku Allah i Rasuar thot: Ja eyyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. O ju të cilët keni besuar, mos t'u largojnë vëmendjen tuaj nga përkujtimi i Allahut, pasuritë tuaja dhe fëmijët tuaj. Pra, o ju të cilët keni besuar, mos t'u largojnë vëmendjen tuaj nga përkujtimi i Allahut, as pasuria dhe as fëmijët tuaj. Dhe kushdo i cili e bën këtë, atëherë ata janë të humburit. E lutim Allahun e Lartësuar që të na bëjë për atyre të cilët po e dëgjojnë fjalën, ndjekim më të mirë, pa apel salam.